Misë dashur të emisionit prive ishte kjo tajna, ne vazhdojmë tutje me një tjetër material shumë interesant i cili ka të bëjë me këngëtaren shumë të njohur Adelina Tahiri, e cila së fundmi është bërë nën e një djalit të quajtur Jan. Besoj që keni parë në rrjetet sociale gjithashtu edhe në portalin prive.al momentin kur ajo realizoi edhe baby shower për djalin e saj, ndërkaq materiali nga kolegu im Florian Halili ju sjell detaje të cilat ju askund tjetër nuk mund të shihni. E ndjekim bashkë në vazhdim storyn e dytë për mbrëmjen e sonte. Kohëve të fundit, shumica e yjeve tani janë bërë pjesë e trendeve botërore duke organizuar secila në stilin e saj baby shower. Kështu duke thuar meq e duke tentuar që t'i ofrojnë një formë atij fëmijë mirëseardhje dhe dashuri para se të frymojnë këtë botë. Adelina Tahiri, këngëtarja nga Maqedonia që tashë një vetë është e martuar, me të kuptuar lajmin e shtatzanisë, ajo u emocionua shumë duke mos u përkushtuar në asgjë tjetër vetë se në momentet e saj para se të bëhej nën. I tillë ishte edhe momenti madhështor për një baby shower që ajo organizonte në lagjen më të mirë të kryeqytetit të Maqedonisë. Në oborrin e vendit ku ajo dhe bashorti i saj tashmë jetojnë që nga koha kur u martuan. Një vend luksoz dhe jashtë të zakonshmës. Me të mbërritur ekipi ynë, puna e madhe vetë se ishte kryer. Detajet ishin ato që po punoheshin nga ekipa që Adelina i kishte besuar punën. Gjithçka rreth dekorit ishte me dy ngjyra, atë të bardhë dhe të kaltër. Në hyrje nga ana liçenit ishte vendosur baneri i madh me emrin e djalit, ku mund të fotografoheshin të ftuarit me atë që po bëhej nën. Teksa me të kaluar në korridorin e gurëve, ishte edhe tavolina me shumë lloje ëmbëlsirash me forma të ndryshme, tipike për një baby shower. Më pas ishte hapësira e madhe ku të ftuarit do të akomodoheshin në tavolinat pa ulse. Pra njosh ishte gjithmonë një nga stallet për të plotësuar dëshirat për pijet e preferuara, teksa në pjesën tjetër ishte e ndarë si një dhomë e stërmbushur me ushqime kryesisht të detit. Skema që priste për mbrëmjen për të filluar ishte rezervuar për këngëtarë nga Kosova e njëkohësisht nga Maqedonia, kështu duke mundësuar që të kënaqen të gjithë të ftuarit që ishin në komsi të ndryshme. Ky event të vetmin mashkull për hastret kishte Avni Çailin, mikun e çiftit që po bëheshin prindër, që normalisht me fjalime duke komentuar dashurinë e tyre hapi dhe zyrtarisht mbrëmjen. Edhe diçka, dua vetëm një varg t'ja këndoj Adelinës surprizë për mua. Premtimin falma mua, oj zemër e trazuar, jon. Aty kishte mysafir kolegët Adelinës, si Big Mama e Fjolla Morina. Me vetë fakti tregon se prezenca jonë këtu që Adelina është shumë e vlefshme për ne, pa më parasysh e ka zgjedhur jetën e vet edhe çdo njeri e ka lirinë që ta jeton jetën e vet ashtu siç don ajo. Po ne jemi mësuar gjithmonë paragjykojmë, a nuk shohim se vetë çka kemi në shtëpia tonë, ndoshta mazi jena, po gjithmonë dim ta sulmojmë tjetrin. Po si do qoftë unë kam martu vetëm për ta ururu Adelinën për djalin, për shkak se për herë parë bëhet nën, edhe se kom provu, e di që është një ndjenjë që nuk përshkruhet e veç vret prej syve të Adelinës se çfarë emocione është ku përjetu. Kështu që inshallah Zoti vetëm ne thym me kollaj lëk. Është ndjenjë shumë e mirë, është ndjenjë e papërshkrueshme, i dërzoj shumë fat, mirëseardhje anxhellit të mirë, edhe krejt mira t'i koqa me urutjet. Të dashur shok e shoqe, kjo zonjë që nuk po e njeh moshën dhe po duket mjaft seksi është nëna e Adelinës që u bë gjyshe. Ndjenja s'mund përshkruhet si e para. Tani derisa po flasim me tërqetun, ndjenjë ma e bukur s'ka për një prind edhe për suksesin e vajzës, edhe tashi po e pres edhe një nip cili do ta ketë emrin jon. Ndjenja nuk përshkruhet edhe ndoshta edhe jom pak edhe habitur, kështu që kur ta kem në dorë atëherë do të ditë flas ende më tepër, po mendoj që unë i dua fëmijët vet, i kom rrit 3, burit 4, kështu që do ta rris edhe jonin. Adelina që ishte veshur në të bardhë, e enjtur nga shtatzënia, por gjithsesi me një pamje angjëllore, nuk i kishte të lehtë në muaj shtatzani. Këta 9 muaj sigurisht për çdo nën që përjeton është gëzimi më i madh dhe nuk ekziston fjalë, as një fjalor, as një gjuhë për shkruhet sepse është ndjenjë që ka dhënë Perëndia. Ka qenë periudha mund të them më e mirë dhe më e vështirë e jetës,
sepse hormonet të çdo femre ndryshojnë, ndryshuan dhe fëmijët. Je bëhesh gati për të qenë nën, në momente pytesh a je gati për atë, në momente je më e lumtur në botë se diçka brenda teje ndodh. Dhe kështu që nuk mund ta shpjegoj këto e din çdo femër që ka përjetuar dhe çdo nën. Nën është fjalë e madhe dhe kështu që vetë fjala tregon. Kur kuptua emri djalit jon, të gjithë asociuan në emër shqiptar, por historia e këtij emri ka tjetër përjardhje për djalin e vogël të këngëtarës. Buri ka lind në Greqi, baba ti m'fal, ai nuk ka lind në anën ku është afër detit jon, dhe ai ka rranjat nga atje. Dhe për atë arsye, nga deti jon e kemi marrë emrin dhe është emër internacional mbi gjitha, edhe pse ne shqiptarët e përdorim më shumë si emër jon. Për mua emri nuk duhet ketë paragjykime, emri duhet tingëllon bukur që ta mbaj tërë jetën dhe mu pëlqen me mbi emrin se Jon Markov është i shkurt dhe për atë arsye nuk ka prapavish shqiptare apo maqedonese apo greke, thjesht është emër i bukur. Unë kam mendu edhe emër për vajzën, kështu që po nuk do ta them, po nuk ka të bëj me shqiptarizmin, as me maqedonizmin, as me greqizmin, as emri është mendoj që duhet jetë një emër i bukur që të ketë domethënie dhe tjeti shkurt sidomos në këtë kohë dhe tjeti kapshëm për veshin, kështu që për gjana tjera gjithçka është personale. Adelina dhe bashorti saj janë shumë kohë më parë në lidhje. Jo atëherë kur e kuptuan mediat. Çifti bashkëtojnë një kohë e më pas vendosën për martesën. Prap, nuk mund ta shpjegoj, nuk du të lavdërojmë dhe nuk du t'i bëj gjërat më të ndaja se që janë, po edhe duken keq nga ana publikut kur shef se thonë kjo po thotë që është shumë e lumtur, nuk dua ato ta them, lumturia shihet në sy dhe rezultati është barku im. Kështu që jetesa me burrin tim unë ka kohë që e njoh. Jetojmë intensivisht bashk prej vjet në maj, kanë kalu 1 vit e 5 muaj, 4 muaj ashtu diçka. Jam shumë e lumtur, deri tash mos ta marrëm syshi, jemi shumë mirë, jetojmë këtu, jetojmë me një lagje shumë të mirë, sot ja u kam prish pak qetësinë, po kam kërku falje gjithëve, po gjithë janë këtu. Jetojmë një jetë shumë normale, jetojmë si një qift shumë i lumtur dhe si një qift shumë i përparuar ditë sot dhe në shekull 21 që jetojmë një qift normal. Të gjitha këto zonja që erdhën mysafire ishin mbi 200 që po ju uroni mirëseardhje djalit këngëtarës. E përcjellt ky fat me femrat. E komendu edhe një natë isha e shtrime në Greqi ishim pushim, edhe folsha me burrin për vllaun tim që kur do ta merr nusën sa do t'jem e keqe. Më tha mos e bësh shumë e keqe dhe, se za ti për vllaun po tregon tha, a imagjino tha ku ta bësh ta djalin. Thash si qa dhe me marrë se a dashuria aq e madhe po linda e ti, thash kom e mbyll gojën, edhe kom e nejt, tash e kom e prit, tash cilën e bjen. Kanë me prit femna, inshallah nuk e presin meshku se kur femna, se ka ardhur një botë shumë e vështirë dhe do t'jem e lumtur për ata shën kraft femnave. Një gjë tjetër që mund të ju interesoj, djali i çiftit a do të përjetojë synetin që është një nga ligjet e fesë muslimane. Syneti është diçka që edhe Amerika e bën fëmijët si të lindin, nuk ka syneti, syneti është higienë. Syneti nuk është, ka muslimanizmi se është feja më e pastër. Unë mendoj dhe asnjë prej neve këtu nuk kemi aq zot ta mbajmë fejen, si unë edhe shumë tjerë. Ajo do të mbetet mbes neve se diçka shumë personale dhe nuk du të lëndoj as bashortin, as veten, as kërkoj se si do të jetë është burim që unë e kam gjithë. Dhe besoj do t'jem deri në fund jetës me të, dhe ne kemi disa principe në lidhjen tonë, në bashkësinë tonë që do të mbesin mes neve. Pas shumë momenteve të mira në mbrëmjen e madhe të Adelinës, erdhi edhe koha fjalimit të saj para të ftuarve, ku me këtë rast prezantoi publikisht edhe bashortin që shumë kush nuk e pa më herët. Adelina, tashmë ka vendosur që maksimalisht të merret me Jonin, por jo duke ekspozuar në media një herë për një herë. Sidoqoftë, jetë të gjatë e të lumtur i Jonit me familje.